Aktualitetin politik në Kosovë do ta diskutojnë në këtë moment në një bisedë me zotin Naim Rashidi, drejtor i grupit ballkanik për politika në Prishtinë. Përshëndetje zoti Rashidi, faleminderit që jeni në CNN. Përshëndetje, mirësevgjej. 8 seanca të dështuara, një situatë pa precedent kjo në historinë politike të Kosovës. Sipas jush, ku qëndron burimi i këtij ngërçi, tek cila palë? Ka ndodhur në të kaluarën 2 herë, në 2017 dhe 2014, po kishim menduar se tani më mësimet janë nxjerrë, sepse kemi disa vendime të gjykatës kushtetuese, të cilat e kanë qartësuar deri diku gjithë procesin e konstituimit të institucioneve. Sipas edhe vendimit të gjykatës kushtetuese, barra kryesore mbi fituesin e zgjedhjeve. Në Kosovë sistemi elektoral është sistem proporcional dhe në farforme funksionimi dhe konstituimi i institucioneve është në farforme konsensuale, sepse kërkon përfshirjen e gjithë subjekteve politike parlamentare, sidomos përfshirje ato të komuniteteve. Prandaj edhe formula e përfaqësimit në kuvend dhe tërë funksionimi i institucioneve është në farforme në mes të sistemit, rezultatit të sistemit proporcional zgjedhor dhe e demokracisë konsensuale. Dhe si e tillë, bartësi, fituesi i zgjedhjeve ka përgjegjësinë që të përfshijë të gjitha partitë parlamentare dhe komunitetet në konstituimin e institucioneve dhe gjë që nuk po e bën. Dhe këtu është problemi kryesor. Pra, përgjegjësia bie mbi partinë fituese, partinë e parë në këto zgjedhje që është vetvendosje. Natyrisht. Vetvendosje e ka çuar këtë situatë deri këtu zoti Rashidi, sepse kështu intereson, çfarë fshihet pas interesave të vetvendosjes sipas jush? Çfarë po synon Albin Kurti? Edhe në të kaluarën në mungesë të numrave për formimin e qeverisë, gjithë procesi është bllokuar në kuvend, në konstituimin e kuvendit. Dhe derisa partia fituese nuk i ka siguruar votat për formimin e qeverisë, ka bllokuar edhe konstituimin e kuvendit për të penguar procesin e rrjedhjes së afateve, dhe si i tillë besoj se gjë po ndodh. Në këtë dallimin është me të kaluarën është se subjekti fitues në farforme nuk po ka kurajën që të gjej mënyrën e konsenzusit me subjekte tjera parlamentare, përfshirë ndonjë formë të votimit të kryeparlamentarit, apo edhe të ndonjë marrëveshje politike me ndonjë subjekt për ndarjen e pushtetit. Dhe derisa nuk po gjen kurajën sepse nuk e ka vullnetin, zoti Rashidi, domethënë nuk po gjen kurajën, nuk ka vullnetin, nuk do ta ndajë pushtetin me asnjë forcë politike tjetër. Jam i bindur që nuk e dëshiron, nuk është e gatshme ende të ndajë pushtetin, qoftë me një parti të vogël për të siguruar votën minimale, qoftë me një parti të madh që do të kërkonte koncesione të mëdha, qoftë për ndarjen e qeverisë dhe posteve kyçe për fshirje dhe programe. Dhe si e tillë nuk është ende e gatshme të formoj, të ndaj, të bëj këtë. Natyrisht edhe partitë e tjera të mëdha politike, si PDK dhe LDK, nuk janë të gatshme të hyjnë në negociata me vetvendosjen, por në të kohë edhe kanë probleme për të siguruar një shumicë tjetër parlamentare dhe ky ngërç në mungesë të kurajës së liderëve duke filluar nga bartësi i zgjedhjeve, fituesi i zgjedhjeve, mbetet si i tillë i cili me gjatë do të vazhdojë edhe më gjatë. Deri tani po artikulohet edhe opsioni fundor që janë zgjedhjet e reja. Por çfarë opsionesh kanë palët derisa të shkojnë te kjo fazë? Çfarë mund të bëjnë? Zgjedhjet e reja duhet të jenë opsioni i fundit, i skajshëm, sepse do të dërmonte Kosovën, do të dërmonte institucionet, ulte edhe më tej besimin qytetar, i cili me shumë entuziazëm ka votuar në ditën e zgjedhjeve, po ja pushihet implementimi i tij. Dhe natyrisht që duhen eksploruar gjitha opsionet. Opsioni i parë është që partia fituese të ofrojë më shumë kandidat për kryetarin e kuvendit, i cili do të merrte votat edhe të tjerëve. Kjo është më e rëndësishme sepse në shumicën e rasteve që nga formimi i institucioneve të Kosovës, kryetari i kuvendit ka qenë deri diku figurë unifikuese për subjektet politike ose më mirë themi figurë përfaqësuese. Dhe këtë në rast se i vendoset kuvendit një emër apo një opsion emrash,
me kandidatë të cilët janë më të pranueshëm me siguri se do të ketë vota edhe të deputetëve të tjerë për një kandidaturë të tillë. Kjo do të jetë formula më e lehtë për lëvizjen vendosje për të ecur procesin përpara. Opsione tjera ka që siç e kërkon edhe vetë formula që lëvizja vendosje të bëjë marrëveshje bashkëqeverisje me nismën dhe partitë të cilat kanë shprehë gatishmërinë të hyjnë në negociata të tilla, për të cilën nuk po e bën ende dhe kjo do të jetë shumë e lehtë. Opsione tjera pastaj janë që të kemi një dakordim politik për ndërqoftë me qeveri minore të vetëvendosjes duke ja dhënë kuvendin ose sekretarin e kuvendit subjekteve tjera me një afat të caktuar deri në një fazë tjetër, sepse rasti i Kosovës kësaj herë komplikohet dhe më shumë duke pas parasysh se zgjedhjet lokale janë në tetor dhe zgjedhja e presidentit bëhet në mars të vitit të ardhshëm, për të cilat asnjë subjekt nuk ka kuraje të futet në marrëveshje të mëdha politike dhe nuk ka guxim të bëjë marrëveshje të tilla. Dhe apo në rastin më të keq, duke ditur se do të kemi edhe krizë në pranverën e ardhshme, të pajtohen për një qeveri teknike të përkohshme, më pak se një vjet, deri në shkurtin e ardhshëm, që të ketë rrugdalje, të evitohen zgjedhjet të cilat me gjas mund të përsëriten prapë vitin e ardhshëm. Kështu që ka opsione të mjaftueshme politike nëse ka vullnet për dialog politik. Problemi kryesor e kemi që subjektet politike, liderët, bartësit e listave, nuk kanë kuraja që të ulen së bashku të diskutojnë zgjidhjet e mundshme. Po, opsione ka, por mungon vullneti. Megjithatë, duke patur parasysh qasjet e deri tanishme të gjitha subjekteve politike në Kosovë, cili është opsioni më i mundshëm nga këto që ju përmendët zoti Rashiti, drejt të cilit mund të shkohet deri diku? Besoj që edhe në fund ende ka hapësirë për një bashkëqeverisje mes lëvizjeve vendosje dhe nismës dhe partnerët e tjerë të vegjël, që të ketë një minimum të votave për bashkëqeverisur, ashtu që të filloj procesi, një farformë normalizohet procesi. Edhe për të shkuar në zgjedhje, duhet konstituimi i kuvendit dhe marrëveshje politike në kuvend. Shpërndarja me 2/3 të kuvendit. Kështu që domosdo konstituimi i kuvendit duhet të ndodhë para çdo procesi. Dhe në momentin që të kemi konstituim kuvendit, do të futemi në procese tjera kushtetuese për formimin e qeverisë dhe aty do të qoftë lëvizja vendosje do të ketë votat për formimin e një qeverie me 61 vota apo 62, qoftë opozita do të provojë afatet e saj kushtetuese. Dhe vetëm atëherë mund të flasim për opsione tjera apo edhe opsione të shpalljes së zgjedhjeve të reja. Kujt intereson sot nga këto subjekte, po të kemi parasysh artikulimet e tyre, zgjedhjet e reja? Kush është më shumë interesuar? Përbes pak rëndësi ka subjekte të cilat do të dërmohen nga imazhi i tyre nëse futen rizgjedhje, por që është më rëndësishmja, imazhi të gjithëve do të bie, pjesëmarrja në zgjedhje do të bie në masë enorme. Dhe natyrisht në një ramje të thellë të daljes, natyrisht lëvizja vendosje do të përfitonte, por jam i bindur që do të ketë prapë mos në tërësi probleme të ngjashme për formimin e institucioneve, e në veçanti, e sidomos mos largu do të ketë probleme në pranverën e ardhshme. E shohin, pra vetëvendosje e sheh zgjedhjet si një opsion që mund t'ja pasaj më shumë vota, më shumë mandate se zgjedhjet e nëntshkurtit. Ky ishte vullneti fundja i qytetarëve të Kosovës, zoti Rashiti. Kështu ka zgjedhur qytetari i Kosovës, që vetëvendosje të mos jetë më një forcë e vetme në qeverisje. Akuza për manipulime nuk ka patur, as për grabitje votash, sikurse ka ndodhur ndomë në Shqipëri në çdo palë zgjedhje, kështu që përse mendon vetëvendosje se zgjedhjet e reja mund t'i japin më tepër vota apo më tepër mandate? Kjo ndodhi në vitin 2021, kur lëvizja vendosje fitoi mbi 50% të votat dhe i mundsoi formimin vetëm të qeverisjes. Po siç e thash, sistemi proporcional në Kosovë rrallë herë mundson këtë. Vetëm me një degradim të rëndësishëm të opozitës mund të ndodhë kjo prapë. Edhe po ta kesh
në shumicën parlamentare, prapë nuk do t'i kesh votat për zgjedhjen e presidentit që la dështimi i cilës me automatizëm çon në zgjedhje të reja. Nëse dikush qoftë nga vendosja kalkulon që përsëritja e zgjedhjeve do të konsolidoj fuqinë e saj elektorale, kjo vetëm se do të përshpejtojë rrahjen e tyre në afat të mesëm. Po. Ndërkaq, në këtë situatë, çfarë mund të bëjë presidenti i Kosovës Vjosa Osmani? Jo shumë edhe pak, por mund të bëjnë deputetët. Deputetët mund të, duke marrë parasysh që kanë bërë betimin, mund të ngrisin çështjen në gjykatën kushtetuese, e cila domosdoshmë do të japë përgjigje afatizime. Problemi është që ky proces i konstituimit trajtohet i pa afatizuar, fatkeqësisht, edhe pse është paraparë që brenda një muaji të fillojë seanca dhe është duke qenë si seancë ceremoniale të përbyllet. Dhe jam i bindur që gjykata kushtetuese do të jepte një përgjigje mjaftueshëm për dalë nga gërçi, krahas përpjekjeve për marrëveshje politike që duhet bërë. Deputetët nuk duhet të ndejë duar kryq, që duhet veprojnë me urgjencë për çështje kushtetuese. Çështja tjetër është se gjithë spektri politik përfshi kuvendi nuk investojnë fare në çështje ligjore, në analiza ligjore kushtetuese se si dalin nga kjo situatë dhe kanë ngelur peng i një opinioneve dhe vendimeve të ngurta të liderëve. Dhe besoj që do duhet që nëse jo deputetë në një fazë tjetër të vonshme që presidenti të provojë të ftojë liderët dhe nëse në mungesë të një marrëveshje politike të ketë prapë një çështje kushtetuese ose një opinion ose një analizë kushtetuese, kërkesë kushtetuese për të dhënë përgjigje. Por deri tani nuk po e bën zonja Osmani. Përse? Jo, sepse ende jemi në fazën që partitë politike ju kërkohet përgjigje nga kjo. Partitë politike duhet në rastin për shembull nëse vërtet partitë politike nuk kanë në zgjidhje, si në praktikat më të mira demokratike, ata vetë duhet shkojnë te presidenti Osmani dhe të ulen me presidentin, të kërkojnë presidentës që të bëjnë konsultime në një farë forme. Më shumë përgjegjësia, më shumë kjo duhet vi nga kandidati për kryeministër ose nga partia fituese, liderët të tjerë që ta ftojnë presidentin dhe përvojës sa anasjellës. Po. Deputeti vetëvendosjes Sekuran Murati ka hedhur sot poshtë akuzat e partive politike se vetëvendosje po i detyron ata që të votojnë me zor kandidaten Albulena Haxhiu. Por apo ndodh kjo realisht dhe një pyetje tjetër bashkangjitur me këtë. A ka kjo situatë nominalisht, a mbar kjo situatë nominalisht emrin Albin Kurtit, që do të thotë, nëse në vend të Albin Kurtit do të ishte një tjetër subjekt politik fitues, LDK, PDK, AK, do ishim në këtë situatë sot? E para nuk do të komentoj deklaratat e deputetëve sepse ne janë shumë e llafe të tilla në kolorët e kuvendit dhe më shumë e kanë propagandë njëra anë apo tjetrën dhe nuk dua. Shiko, elementi kryesor është që edhe në të kaluarën bartësit, fituesit e zgjedhjeve kanë bërë marrëveshje politike, kanë bërë kompromise. Në dy raste kanë bërë kompromise të mëdha. I pari, i fituesi i zgjedhjeve ka bërë kompromise në të kaluarën duke ia dhënë kryeministrit një subjekti të dytë. Edhe kështu me radhë. Kjo nuk do duhet ndodhet e njëjta, por koncepti i formimit të institucioneve në Kosovë kërkon kompromis dhe bashkëqeverisje dhe kompromis për bashkëqeverisje. Në momentin që garojnë liderët politik dhe subjektet politike në sistemin elektoral të Kosovës, duhet një të gatshme që ta bëjnë këtë paraprakisht. Dhe duhet kenë shumë kujdes nga gjuha, nga diskursi politik, publik, në raport me të tjerën, sepse Kosova nuk është sistem mazhoritar që i mundson një subjekti politik të qeverisë pa pas nevojë fare komunikimi me opozitën. Gjithmonë do t'i duhet partner. Dhe me që është kështu, do duhet kenë shumë kujdes. Nuk ka ndodhur këtu 4 vite dhe ky është konsekuenca e kësaj situate. Prandaj përgjegjësia mbi fituesin e zgjedhjeve, i cili duhet të jetë i hapur për dialog shtruar
pa ngarkesa me subjekte tjera, qoftë direkt me partit parlamentare, qoftë përmes presidentës, i cili vetë duhet të aftoj presidentën që të ndërhyjë dhe të bëjë një dialog më të. Tani në skenën në zhvillimet të reja nuk kemi akter ndërkombëtar si në të kaluarën, të cilën zakonisht e kanë bërë këtë. Nëse lidhet thjeshtja e tyre deri më tani, si e lexoni ju zoti Rashidi? Jo, janë zhvillimet ndërhyrje të paktën ndonjë deklaratë. Janë zhvillimet që kanë ndodhur në botë, që BE-ja nuk ka fokusin e gjashëm, nuk ka leadership, nuk ka angazhim. Në SBA-ja e cila tradicionalisht e ka bërë këtë, është e prekupuar me gjithçka tjetër dhe është larg zhvillimeve ditore politike, qoftë Kosovë apo tjetër, dhe nuk ka ambicie për të ndërhyrë, nuk ka vëzhgim, nuk ka parametra, nuk ka diplomat në terren për të bërë këtë. Nuk ka organizat ndërkombëtare si ka qenë në të kaluarën në Shqipëri ose BE-ja, që bën të këte për gjitha proceset, apo organizat tjera. Në Kosovë për shkak të statusit të saj neutral ndaj Republikës së Kosovës, pavarësisë Kosovës nuk e bën dot dhe nuk ka mekanizma ndërkombëtar kredibil tani më në terren, në lojë për të bërë këtë. E qartë. Ju falenderoj shumë zoti Rashidi për këtë bisedë. Kënaqësi.